Dëgjova Berishën që reagoi sot për herë të parë, pak çaste më parë, për të përjashtuarit nga Partia Demokratike. Si vjen për Partinë Demokratike, për opozitën kjo valë përjashtimesh në Durrës, në Elbasan, kur ata duhet të shtojnë radhët? Po ndos një fenomen që duhet analizuar faktikisht, se nuk bëhet fjalë vetëm për Durrësin, po edhe Elbasanin. Po edhe Fushkruja pati një mësymje, kryetarët e Fushkrujës edhe të Krujës, të cilët ishin kundra një riorganizimi që po bëhet atje me Bashkim Degësh e tjerë, ndërhyri Berisha, i kërkonin llogarit Kamurnokës. Edhe nga informacionet që vijnë ka pak kënaqësi të mëdha në gati në të gjitha degët, duket një lloj paralize, e cila sepse përveç dëshpërimit, pandi duhet kuptojmë dhe një gjë që po t'i shikosh gjithë këta, do të thënë Alesia Balliu në Elbasan, këta të Durrësit janë në fakt pionerët e parë që i kanë qëndruar në krah Berishës 4 vite përpara, në atë luftën e brendshme. Luftën e brendshme që u vendos do jemi me SBA-n, apo nuk do jemi me SBA-n, që u vendos në rastin e Nongradës de facto, dhe pastaj kaloi në një proces shumë të dhimbshëm dhe deri në përplasje fizike. Por fakti që pas 4 vitesh, pikërisht këta besnik, biles madje njeri prej atyre atij që më vonë u quajt pjestarin Dragetas nga Partia Demokratike, tha unë kam qenë 35 vjet ushtari i Sali Berishës, po tani, domethënë duket sikur kemi një farë dalje nga narkoza 4 vjeçare, nga narkoza nga një bombardim që partia do bëhet më e madhe, do bashkohet, deputetët do t'i nxirni ju, sepse her pas here duhet kujtuar gjithë procesi se si filloi kjo me foltore të rikthimit Berishës. Nongrada do hiqet shumë shpejt, është e padrejtë. Nga ana tjetër Ramën e mundim, para zgjedhjeve lokale Shqipëria blu këtu, blu atje, në fakt ishte një katastrofë elektorale pavarësisht nga pretendimet dhe nga që dhe unë veti besoj, po i pasqyroi dhe raporti OSB Odirit. Nga makineria e PS-s dhe qeverisë. Patronazhimi njerëz është i frikshëm dhe nga ana tjetër erdhën dhe zgjedhjet e përgjithshme, u tkur partia me minus 300 vota, por më e keqja fare është që përveç kësaj dhimbje që largohet gjithmonë dhe më shumë shpresa për pushtet, madje as nuk e ndërojnë dot aktualisht, pavarësisht se kanë përballë një pushtet të degraduar komplet moralisht para popullit shqiptar me rastet e korrupsionit dhe me gjetit dhe me qëndrimet e Edi Ramës, dhe duket sikur nuk nëse kanë patur shpresa diku, gjithmonë ka patur shpresë, duket sikur tani as nuk e ndërojnë dot. Por më e keqja më e madhe që i bashkëngjitet këtij dëshpërimi është që lëvizja tani, gjitha këto lëvizje po flasin për meritokraci. Pse? Ne pam një proces për primaret dhe ata që fituan pikërisht ata nuk pse i futen primaret, pikërisht ata nuk u futën në listat e deputetëve. Tani po shikojmë një proces për zgjedhjet e degëve ku ka në Shkodër, Klasi dhe Grushti, nga ana tjetër ka informacione që po pastrohen listat, kush nuk është besnik të dalë jashtë. Dhe çfarë po ndodh? Nëse deri dje kjo parti që është zvogëluar në zgjedhjet e fundit me rreth 300.000 vota, tashmë po zvogëlon dhe veten si strukturë, sepse ti të fitosh zgjedhjet dhe të rritesh duhet të kesh gjithë shqiptarët, por të mos kesh edhe, domethënë të zvogëlosh dhe strukturën tënde, kjo është shumë e dhimbshme dhe është një anti-kohë, është anti-logjik, anti-histori. Arsye sepse leadershipi e bën këtë. Unë për veten time kam të njëjtën teori që kam patur 4 vjet përpara, që është që atij i duhet partia vetëm të paraqitet në SPAK dhe atje duhet të paraqitet lideri i opozitës që po goditet politikisht. Dhe kaq, pikë. Çështja është, çfarë po ndodh? Kush është e veçanta, domethënë se deri tek zgjedhjet, këto rrjedhjet, këto ikjet etj, shqiptarët janë të lodhur përgjithsisht për shumë gjëra, janë të lodhur nga pushteti, nga emigracioni, nga çmimet, nga papunësia, etj. Kur vjen puna që gjejnë padrejtësi edhe në një bashkim vullnetar, dhe sidomos demokratët janë të djathtë, demokratët e ndershëm përgjithsisht janë antar partie të cilët kanë traditë familjare, o vinë nga përdjekurit, o vinë nga
nga ishpronarët, protagonistë, pra kam dhe prindrit, po t'i vësh re këta thonë, gjithë të pakërnaqërit thonë, po baba im ka dhënë shpirtin, nëna ime ka dhënë shpirtin për këtë parti. E ka një trashëgimi familjare.